Pas rreth një muaji grev, punëtorët e ndërmarrjes pastrimi kanë ndërprer grevën pasi është arritur marrëveshje mes komunës së Prishtinës dhe sindikatës së grevistëve pastrimi. Nënkryetari i komunës së Prishtinës, Florian Dushi, në një konferencë për media ka thënë se ka qenë në mbështetje të punëtorëve dhe se është propozuar subvencionimi i pagave të punëtorëve. Qëndrimi i kryeshtetit dhe i kryetarit Rama në veçanti ka qenë gjithmonë i qartë. Ne gjithmonë kemi mbështetur të drejtën e punëtorëve për punë e pagë dhe kemi insistuar që të gjejmë zgjidhje. Ka disa seanca që ne kemi pas propozuar më parë që edhe të subvencionohen pagat sa përqind sigur që punëtorët ose të ardhurat personale të punëtorëve nuk do të cënohen në asnjë radhë. E nënkryetari i sindikatës së pastrimit Shpend Qosa ka deklaruar se kërkesat e punëtorëve janë pranuar dhe mjetet e arkëtuara do të transferohen nga e mërkura në mënyrë që të mundësohet rifillimi i punës. Para që kjo është me ndërmjetësim paguhet obligimet të cilat kena kry shërbim pa asnjë pagesë për janarin më. Pika e dytë është mjetet e inkasuara të cilat besoj shikej nesër dhe Florian e ka cekë shikej nesër me dikush për ekipet kompanisë për me fillu për me dollë parët sa ma shpejt. Ai paralajmëroi se nëse marrëveshja nuk respektohet do të ndërmarrin masa të tjera. E kryeshefi i pastrimit Petrit Reqica ka thënë se është arritur një zotim. Reqica në një video në Facebook ka thënë se është arritur dakordim që të gjitha mjetet e arkëtuara nga komuna e Prishtinës për periudhën janar-qershor të vitit 2025 për menaxhim të mbeturinave të transferohen te pastrimi. Faza e tretë do të bëhet thirrje edhe nga komuna e Prishtinës ndaj qytetarëve që pagesat i bëjnë në ndërmarrjen pastrimi, ashtu siç e përcakton edhe rregulloria në fuqi. Punëtorët e pastrimit ishin në grev gati tash e një muaj me kërkesën kryesore për shlyrjen e një borxhi prej 2.7 milion eurosh, për të cilin kompania thot se i takon komunës pretendim që është mohuar nga zyrtarët komunal. Ndër kërkesat e tyre ishte edhe ndalimi i operatorëve privat në grumbullimin e mbeturinave në kryeqytet. Fillimisht grevistët kishin bllokuar rrugën me disa kamion përpara objektit të komunës, por më pas kishin larguar automjetet dhe kishin vazhduar grevën në formë të qëndrimit në obor. Gjatë kësaj periudhe, shumë lagje të Prishtinës kishin mbetur pa u pastruar, duke nxitur ankesa të shumta nga qytetarët. Komuna kishte premtuar disa herë zgjidhje për situatën, e cila duket se është arritur sot përmes marrëveshjes së fundit. Faturimi, arkëtimi dhe kryerja e shërbimit të mbledhjes së mbeturinave pas vendimit të Gjykatës Supreme do të bëhen nga ana e pastrimit sipas rregullorës në fuqi të kryeqytetit.